Ilir Meta. Nisim me çmontimin e një mashtrimi të qëllimshëm, kriminal, të nivelit më të lartë, kryer me dashje nga ana e SPAK ndaj autoriteteve amerikane. Kjo që do shfaqet tani në ekran është një letër porosi e datës 11 mars 2025, që SPAK ka dërguar në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shihni, ju lutem, me sytë tuaj, si mashtron qëllimisht SPAK autoritetet amerikane, duke pretenduar, sipas SPAK, se tashmë është e provuar që zoti Meta ka përdorur të paktën 3 karta amerikane. Ky është një mashtrim, jo 100%, por 1001%. Zoti Meta kur nuk ka përdorur në jetën e tij një kartë bankare shqiptare dhe jo më amerikane, europiane apo të ndonjë vendi tjetër. Kjo provë në thojza imagjinare nuk ekziston. 0 kartë bankare të përdorur nga Ilir Meta gjatë gjithë jetës së tij. Vjojnë tani me çmontimin e një tjetër manipulimi, përpjekjen e SPAK për të lidhur gjoja ndërhyrjen e zotit Meta në miratimin e ligjit për minierat në Kuvend në datën 9 tetor të vitit 2014. Së pari dua të sqaroj se nga propozimi dhe deri në miratimin e një ligji ndiqet një rrugë e hekurt, e përcaktuar qartë në kushtetutë dhe në rregulloren e Kuvendit.